5 maj, dita e dëshmorëve të Atë-Dheut, një ditë e shenjtë në kalendarin ton kombëtar, ku përulemi me respekt dhe nderim për të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Të nderuar qytetarët e Peqit dhe të gjithë umres, të nderuar veteranë dhe pasardhës veteranësh, jemi mbledhur sot këtu në zemrën e domresë Peqit të dashur për të kujtuar 5 majin, ditën e dëshmorëve të Atë-Dheut. Ne sot bëjmë homazhe dhe përulemi me respekt të thellë përpara këtyre trimureve që simbolizojnë luftën heroike dhe sakrificën deri në çlirimin e plotë të vendit. Populli i Domres, ashtu si e gjithë Shqipëria, i u bashkua luftës nacional-çlirimtare, duke marrë pjesë xherosisht në të gjitha formacionet dhe veprimtaritë luftarake. Detyra jonë sot është që të ngrejmë dhe më lart vlerat e patriotizmit dhe heroizmit të popullit tonë. 5 maj do të mbetet brezpasbrezi si simboli i sakrificës dhe i heroizmit të popullit shqiptar. Të nderuar qytetarë, në këtë 5 maj ne përulemi dhe bëjmë homazhe dhe për kuronin dhe lule, për katrima që luftohen për liri, për pavarësi, për një Shqipëri të lirë demokratike. Pes maji është një ditë e shënuar në kalendarin kombëtar shqiptar e njohur si dita e dëshmorëve të Atë-Dheut. Në këtë ditë përkujtohen dhe nderohen të gjithë ata trima dhe heronj që dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Kjo datë ka një rëndësi të veçantë për shqiptarët, pasi rikujtojnë sakrificën sublime të dëshmorëve në mbrojtje të Atë-Dheut dhe vlerave kombëtare. Në nderim të kujtimit të rënëve për lirinë e vendit, sot u zhvilluan homazhe në qytetin e Belçit, organizuar nga organizata e veteranëve të luftës. Ky aktivitet solemn mblodhi pjesëmarrës të shumtë, mes të cilëve ishin edhe nxënës të shkollës 9-vjeçare Halit Uruçi. Nxënësit me lule në duar dhe respekt në zemër, u përulen me nderim përpara lapidarit të dëshmorit Isuf Dervishi, duke shprehur mirënjohjen për ata që sakrifikuan gjithçka për një Shqipëri të lirë dhe të pavarur. Ky gest simbolik është dëshmi e ndërgjegjësimit qytetar dhe edukimit të brezave të rinj me ndjenjën e patriotizmit dhe respektit për historinë. 5 maji nuk është vetëm një ditë kujtese, por një thirrje për të mos harruar kurrë ata që dhanë jetën për idealet më të lartë të kombit.